Përshëndetje, të nderuar të pranishëm, shqiptar nga gjithë trojet shqiptare, nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia. Bashkëluftëtar të kujtesës son historike, familjar të dëshmorëve, invalid të luftës, veteran të UÇK-s, të rinë, motra dhe vëllezër. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për të artikuluar fjalë, por për të rikthyer në vetëdijen tonë të përbashkët një kapitull të shenjtë të historisë sonë. Jemi mbledhur për të kujtuar, për të nderuar, për të dëshmuar me dinitet atë që koha nuk e zbe kurrë. Çdo fytyrë këtu është gur themeli i lirisë sonë, çdo zemër re me të njëjtin ritëm, ritmin e sakrificës, qëndresës dhe lirisë së fituar me gjak. Ndaj unë, si bidëshmori, qëndroj sot para jush me një emocion që është njëkohësisht nder, përgjegjësi dhe plagë pashërueshme. Emocioni im është simfoni krenarie, dhimbje, një ekuacion i ndjeshëm që lidh gjakun e të rënave me detyrën për të... Faleminderit. Me detyrën tonë për të artikuluar të vërtetën historike dhe juridike. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe të gjitha ata që u rrështuan në anën e drejtë të historisë, nuk luftuan për privilegje, poste apo lëvdi të reme. Ata luftuan që asnjë nën shqiptare të mos e fshihte fëmijën në sqetull nga frika e zhdukjes, që çdo fëmijë i Kosovës të kishte të drejtën elementare të qenit i lirë në vendin e tij, që kombi ynë të mos shëndërojë në një statistik harrese. Por sot ata nuk janë në llogore, ata janë në një sallë gjyqi të largët përballë akuzave që historia e këtij kombi njësi anakronike, të drejta, të padrejta dhe thellësisht të pamerituara. Ne kërkojmë një drejtësi subnative, të pakontestueshme, të balancuar dhe të pandikuar. Një drejtësi që e njeh kontekstin, sakrificën dhe të vërtetet e madhe të kësaj lufte. UÇK-ja nuk ishte ushtri pushtimi, por ishte ushtri çlirimi. UÇK-ja nuk ishte ushtri krimi, por ushtri e lirisë dhe e dinjitetit. Hashim Thaçi, një nga figurat kyçe të luftës dhe të shtendërtimit të Kosovës, u privua nga liria në kohën kur mbante ende titullin më të lartë. UÇK-ja ishte shtylla kurrizore mbi jetesën sonë, ishte dalja jone fundit nga humnera e shfarosjes. Ishte përgjigjja e një populli që nuk pranoi kurrë zhdukjen, dhe ata që udhëhoqën këtë lëvizje nuk ishin kriminal. Ata ishin mbroja fizike e një kombi të tërë. Ne jemi ata që u përballen me brutalitetin sistematik të regjimit serb. Ai regjim na goditi, na shtypi dhe u përposhtë na zhdukte, por ne sot jemi këtu. Sot jemi dëshmi e gjallë se gjithë ata që u munduan të na shtypnin, ne qëndruam besnik dhe të fortë, ndaj jemi këtu. Drejtësia e humb moralin atëherë kur harron rënjet e së vërtetës, ndërsa e vërteta e humb fuqinë kur lejon të shtrembërohet nga paragjykimet. Kosova që ecën sot me kokën larë ndërkombe, Kosova që zhvillohet e afirmohet, është testamenti gjallë i sakrificës së tyre. Historia nuk mund të shkruhet pa e dëgjuar dhimbjen e viktimave. 5 vite para burgim, pa aktgjykim përfundimtar, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe gjithë bashkëluftëtarët të tjerë, janë dëshmi se ajo që po ndodh nuk është drejtësi, por është një ndëshkim politik. Dhe si të mos mjaftonte bara e padrejtë e viteve në paraburgim, shumë prej tyre u privuan edhe nga liria më themelore njerëzore, e drejta për t'i dhënë lamtumirën e fundit më të dashurve të tyre. Hashim Thaçi humbi baban, Kadri Veseli humbi të 2 prindërit, Hysni Gucati babain e tij, ndërsa Nasim Haradina i vëllon. Pa mundësinë që t'i përqafonin për herë të fundit. Kjo nuk është thjesht dhimbje personale.
Kjo është një plagë kolektive në ndërgjegjes son kombëtare, një kujtesë e hidhur se sakrifica e tyre vazhdon edhe sot. Ne nuk shohim sot nga dobësia, por nga plagët që ende pikojnë. Nëna që u shuan pa parë djemt, baballarët që vdiqën pa lamtu mirë, bitë e UÇK-s që mbeten larg varreve të prindërve. Dhimbja jonë nuk është një thirrje politike, ta din gjithë këtu e gjithë kombi, e gjithë Shqiptaria, e gjithë popujt e Evropës, është zë i zemrës së një kombi që nuk haron. Ne nuk kërkojmë privilegj, nuk kërkojmë amnisti, nuk kërkojmë lehtësi për padrejtësi. Ne kërkojmë drejtësi të pa kompromis, të pa anshme, të bazuar mbi prova. Precedent ndërkombëtar dhe kontekst historik. Drejtësi që njeh se mbrojtja e jetesës dhe dinjitetit nuk është krim, por e drejtë elementare e çdo populli, ashtu siç ishte edhe drejta jonë. Burrat që dolën sot, i dolën zotat dheut. Po përballen me tribunalin ndërkombëtar, por ne besojmë se e vërteta historike dhe juridike do të triumfojmë mbi paragjykimet dhe narrativat e manipuluara. Drejtësia që të jetë drejtësi e vërtet, nuk mund të shkelet nga paragjykimet ideologjike, por nuk mund të shkelet as nga interpretimet selektive të fakteve mbi popullin ton. Narrativat e manipuluara që synojnë revizionimin e historisë shqiptare, ndaj drejtësia nuk mund të harrojë parimet e proporcionalitetit, nevojës dhe legjitimitetit të përdorimit të forcës sipas standardeve ndërkombëtare. Shqiptaria ngrihet me integritet, maturi, mençuri dhe mirënjohje të përjetshme ndaj krereve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndej respekt dhe drejtësi për gjithë kreret të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që sot në hak po mbrojnë sërish jo vetëm veten, por lirinë e një kombi të tërë. Liri për Hashim Thaçin, liri për Kadri Veselin, kërkojmë liri për Jakub Krasniqin, kërkojmë liri për Recep Selimin, liri për gjithë çlirimtarët. UÇK!